pas zgjedhjeve së bashku në një intervistë një javë e pak ditë më parë, por një mandat prodhoi. Përfundimisht në Vlorë. Po si ka mundësi që në fillim, pra pati një numër të lartë të regjistruarve dhe prodhoi një mandat, ndërkohë që duhet të ishte efekti të prodhonte më shumë se i mandat, se mund të ishin mbi 10 mandate. Shiko, ne kemi thënë gjithmonë që vota e diasporës ka potencialin për të prodhuar mandate, por se sa mandate do prodhoj, do të shikohet në realitet. Në fakt, ne kishim një numër të lartë, interes të lartë të votuese nga jashtë për të përfshirë në këtë proces, rreth mbi 190.000 vota, të cilat po t'i përkthesh në teori, në shifra reale në Shqipëri, është diku ke 18-19 deputet. Sepse në Shqipëri prodhohet një deputet me 10.000 vota, por duke që se këto vota ndahen në rajone, influenca e tyre bie në prodhimin e një deputeti dhe në fakt, realisht, i vetmi rezultat që prodhoi është Vlora që Partia Socialiste ju shtua një mandat vetëm nga diferenca e votave që prodhoi diaspora. A pat ndikim sidomos të vota preferenciale? Jo në një gjë të madhe, në disa raste, me votën e diasporës, Olta Gjaçka fitoi kundrejt Blerina Gjylametit. Por duhet kuptojmë që diferenca midis Blerina Gjylametit dhe Olta Gjaçkës në Tiranë përpara se të fillonte të numërohej vota e diasporës ishte minimale, pothuajse e papërfillshme, pra numërohej me 10 vota më shumë për Blerina Gjylametin, përpara se të numërohej vota e diasporës. Me numërimin e votave të diasporës, situata ndryshoi dhe sot kemi Olta Gjaçkën që është rreth 100 vota përpara Blerina Gjylametit. Jo në një ndryshim shumë i madh, varet se çfarë pune kanë bërë këta deputet, këta kandidat për deputet në diasporë. Fakti tregon, shifra tregon që midis të dyjave më shumë është punuar nga Olta Gjaçka në diasporë, duke marrë parasysh këtu që Olta Gjaçka ka pasur edhe një efekt tjetër të votave brenda vendit në zonën ku ajo kandidonte, ka pasur një kandidat tjetër të fortë që ka marrë më shumë vota, bëhet fjalë për zotin Pullazi që ishte dhe administratori i njësisë. Kështu që le të themi ka kompensuar votat e humbura në Shqipëri me votat e marra jashtë shtetit. Nuk besoj që vota e diasporës, kështu siç është përkthyer në realitetin shqiptar, do të sillte në një ndryshim të madh. Opozita thotë që vota e diasporës është e manipuluar. Rama dje në fjalimin e tij, që mbati me të zgjedhurit, në Pallatin e Brigadave tha që pavarësisht akuzave, diaspora një mandat prodhoi. Pra, ne fitore nuk është se morëm nga diaspora. Jo, kjo nuk të shpresh në këtë lloj forme që pavarësisht akuzave. Pa e them kështu në mënyrë të përmbledhur, po, sido që tjetë, vota e diasporës është shumë e rëndësishme. Është herë e parë që ne... Jo, e rëndësishme është, por nga trumpetimi i akuzave, në këtë sens. Në këtë palë zgjedhje, vota e diasporës arriti të prodhonte vetëm këtë ndryshim. Ky është realitet. Po ky realitet vjen si pasojë e disa faktorëve, duke u nisur që në fillim nga një rezultat shumë i thellë në votën brenda vendit. Do ishte determinante nëse rezultati mos ishte i thellë? Absolutisht do ishte determinante nëse rezultati nuk do të ishte kaq shumë i thellë. Një rezultat kaq i thellë nuk prodhoi më ndryshime me një vot që realisht është një përqindje e madhe e votuesve nga diaspora që kanë marrë pjesë në këtë proces. Po t'i referohemi statistikave të vendeve të ndryshme, nuk arrin kurrë në këto nivele të 200.000 votuesve. Sa arrin as Kosova, as këto vende të tjera? Jo, Kosova është në përqindje është afër nesh, është shumë afër nesh në përqindje, sepse në Kosovë votojnë diku rreth 80.000 persona nga jashtë vendit, kur e gjithë Kosova ka në total rreth 800-900.000 votues, pra është diku ke 10%. Dhe në Shqipëri që ka qenë e suksesshme pavarësisht problematikës ky test për herë të parë? Absolutisht që ka qenë e suksesshme. Në fillim ne mendonim që vota e diasporës do të vlej, nuk do të shkojë mbi 40-50.000 votues nga diaspora. Fakti që vota e diasporës kaloi në shifra deri në 250.000 të regjistruar, do të thotë që ka pas edhe një angazhim shumë të madh të forcave politike për të bindur. Morën dhe partitë e reja në fakt në diasporë. Absolutisht, të gjithë u morën me diasporën. Në përgjithësi, partia në pushtet është marrë jashtëzakonisht shumë fort me diasporën. Mos harrojmë që e ka filluar punën shumë kohë më përpara që me krijimin e Ministrisë së Diasporës. Ndërkohë, kam edhe një pyetje specifike. Për shembull, nuk jemi ne gati që mos kemi këto akuzat për diasporën, po mund të votohet në konsullata, pse duhet votohet